Nuk duhet pa tjetër me pas një problem për me ndjej ndonjëherë këtë boshllëk. Dhe nga vjen, nuk e di, ndoshta shkenca dhe ju psikologët e shpjegoni më mirë. Pse njerëz e kanë këtë tendencë mos me qenë të lumtur edhe kur janë të përmbushur? Ndoshta krejt dinamizmi i jetës në cilën po jetojmë, po bën që secili prej nesh me pas më shumë qëllime për arritje, krahasimi me të tjerët, rrjetet sociale. Më thonë, janë ato fotografitë perfeksioniste të postume, udhëtimet e bukura, arritjen në karrierë dhe krejt ajo luksi që publikohet aty na bën që të herë edhe ne pa vetëdijshëm me u vendos në atë rolin që edhe unë po e bëj atjetë. Dhe kjo na shput realisht për kontaktit me veten tonë, me atë që na dojmë, me atë që kush jemi na. Edhe nëse unë shkoj me një pushim për shkak se është bë trend edhe duhet me postu në rrjetet sociale, ka shumë gjasa që nuk po e shijoj atë pushimin, po e kam për rrjetet sociale. Tani jo gjithmonë nuk shijohet, po përjashto rastet kur njerëzit kanë këtë vështirësinë e shijimit të momentit për shkak ndoshta një gjendje tjetër që mundet me qenë një depresion ose një problemi tjetër psikologjik. Po që në përgjithësi na ka kaplu që kjo ideja e të qenurit perfeksionist për rrjetet sociale, për tjerët e jo ndoshta me shiju ato momentet për vete.